Elsa Gjindolen jam në këto momente. Elsa. Aida, të përshëndes, në fakt një ngjarje tjetër e rëndë për sa i përket këtyre rrethanave ka ndodhur në qytetin e Korçës, konkretisht sot në orën 9:10 të mëngjesit në lagjen 13, ku ka humbur jetën 73 vjeçaria e njohur si Fluturie Potka. Në fakt, sipas informacioneve të para që ne kemi marrë, Aida, Fluturia pra ishte një grua pra e moshuar e cila jetonte e vetme në një banesë me qira në këtë zonë dhe kishte 2 fëmijë të saj, një djalë dhe një vajzë, kur na bëhet e ditur që vajza e saj në fakt jetonte në Kanada. Sipas informacioneve që ne kemi, shkak i këtij zjarri pra që ka marrë në banesën e saj dhe ku për fakt të keq ka humbur jetën 73 vjeçare nga asfiksia, ka qenë pra dyshimet e para në fakt mund të themi presim në vijim nëse do të kemi një shkak konkret për sa i përket situatës, ka qenë pra batania elektrike pra e 73 vjeçares. Elsa, një sekondë, se tani s'mund t'i trajtojmë kështu si çështje normale. Kemi një 73 vjeçare me probleme të shëndetit, nënë e 2 fëmijëve që jetonte me qira, njëri prej fëmijëve në Kanada. Ajo ishte e vetme, unë nuk e dini s'ka patur një kujdestar që duhet trajtoj pra personat të cilët janë me specifika, siç ishte rasti i së ndjerës, apo jo, dhe kjo badania që do ta ngrohte në këtë Korçën e ftohtë që ne përdorim për turizëm malor kryesisht, është bërë shkak për 73 vjeçaren që në këto ditë të ftohta ka zgjedhur pikërisht të badanien elektrike që të humbi jetën. Nuk e di si e kanë përshkruar fqinjet për sa kohë që jetonte në këtë zonë me qira ose kush e ndihmonte në përditshmërinë e vështirë të saj. Aida, si çdo shpesh në këtë rast, kemi pra 73 vjeçaria kujdesen nga një grua e cila ka qenë dhe vetë ajo, e cila ka shkuar në banesë dhe ka parë tymin pra jashtë banesës dhe ka telefonuar me njëherë zjarr fikset. Siç unë e përmenda, 73 vjeçaria fatkeqësisht ishte paralizuar. Si ata kanë deklaruar e ndihmonin pra për të bërë pazare dhe ja çonin pra pazare që ata i bënin në shtëpi. Siç e përmend Aida, pra ka qenë gruaja e cila shkonte shpeshherë ta ndihmonte 73 vjeçaren, e cila ka parë fillimisht tymin dhe më pas ka lajmëruar. Po në çfarë ore ka ndodhur ngjarja? Ngjarja Aida ka ndodhur në orët e para të mëngjesit të sotëm, pra në orën 9:10. Pra siç mund të themi, Korça atë kohë ka qenë aktive, pra pasi në orën 9:10 e mëngjesit, pra është një orë pra jo shumë e herë. Ka ndodhur gjatë natës apo edhe në orët e para? Pra në orën 9 të mëngjesit presupozohet që dikush duhet ishte aty duke u kujdesur për të. Po, Aida, në fakt në këtë orë vërtet dikush pra duhet ishte aty duke u kujdesur për të, pasi siç dihet përderisa 73 vjeçaria ka qenë e paralizuar fatkeqësisht, sigurisht që gjatë edhe periudhës së natës, por edhe në orët e herëta pra të mëngjesit dikush duhet ishte duke u përkujdesur për këtë të moshuar, e cila fatkeqësisht pra ka gjetur vdekje nga kjo situatë. Ndoshta ka qenë pra me orar fakti që gruaja pra e cila kujdeset për këtë ka shkuar pikërisht në orën 9 në banesë. Ndoshta kështu ka qenë orari, por nuk di të them pra për një informacion konkret për sa i përket situatës. Detaje që pastaj kanë bënë me hetimet edhe me marrëdhëniet që kanë patur palët pra me njëra tjetrën, por sigurisht që është një ngjarje e rëndë, po të mendosh që dikush në pamundësi shëndetësore as nuk mund të mbrohet në ato momente dhe nuk i ka mundësitë që të bëjë lëvizjet e duhura për të shpëtuar pra asfiksis, ndërkohë që të zgjedhur një badanie elektrike për të ngrohur në këto ditë ftohta. Për hirës vërtetës, para se ti ndjek ato intervista që ke realizuar, çfarë thon fqinjet që janë ata që dinë gjithçka në fakt, njerëzit më të afërt në rastin konkret, mund të ma përmbledhësh shkurt në çfarë konkluzioni kanë dalë ata ose si u shprehën ata? Në fakt, fqinjet për këtë situatë u shprehën goxha të shqetësuar për sa i përket situatës Aida, kur thanë që prej kohësh pra 73 vjeçare jetonte vetme në këtë banesë, pasi djali pra siç shprehën në fakt fqinjet thonin që kërkonte pra që ta merrte 73 vjeçare në banesën e tij, por ajo nuk pranonte, ndërkohë vajza e saj jetonte në Kanada. Shumë të shqetësuar për kësaj situate janë shprehur për sa i përket edhe vetë qarkut të Korçës Aida, kur ne bashkë kemi raportuar shpesh herë që kanë ndodhur pra situata të tilla të moshuarve, të cilët ndeshin me këto situata dhe fatkeqësisht të përfundojnë në tragjedi për shkak sepse jetojnë të vetëm në këto kohë. Faleminderit Elsa për gjithë sa solla në vëmendje.
Dikim pak atë se Falenderoj. çfarë kanë thënë fëmijët e të moshuarës e cila humbi jetën. Një zonjë që punonte për veten e saja, ndihma nuk u kishte, i jepnin fëmijët, po fëmijët i theshin, hajde me neve, se ka një djalë, ajo nuk deshte. Hajde se kemi dhe një shtëpi tjetër, kishte djali në Leshpunusja. Kishte një shtëpi në katë të dytë, jo, nuk ngjite me nuk zbrez zot. Jetonte vetëm. Jetonte vetëm, kishte vite. Ajo nuk i the kemët. Pasaj ka që muaj u paralizua nga kemët. Kishte një që i bënte ysmet. Kur ishte mirë, ishte pepullar. E merte në telefon, ajo rinte në 4-4, kjo rinte në 4 vit, vinte e ndihmonte majca kishte mundësi. Po jetonte vetë. Kishte vite, se këtu ka 10 vjetë, po kishte vite. Që jetonte vetë. Çfarë them? Në gjendje fëmijët ishin, po kjo nuk do. Nuk deshte. Nuk deshte të vinte me djali. Edhe kote fundit, ka një djalë edhe një çu. Djali i theshte, hajde me mua. Kjo nuk deshte. Dua 3 veç, nuk mundem ja bënte. Deshte qetësinë e saj, ratin e saj. Kush i di problemet me çu? I di njeri problemet. Kur mbyllë dera, çdo njeri e di vetë. Dilte në balkon, bente, po që kur ka ardhur këto kohë të fundit, i the çantën poshtë, më mirë një sheqer, mirë një oriz, mirë një bukë, këto e ndihmonin. Ja, ajo gruaja pyeteni atë, e ndihmonte. Shoqit, Ja, unë tjetra, meri kaq këtë, meri këte, edhe bukën tërë jam erte, kush jam? tëra i merte, bukë tërë gjerat. Dilte? Apo e ndihmonit ju për të bërë pazaret? Kjo, jo, i bente ato gratë. Nuk u delte fare ajo, nga dora ajo mi zbriste poshtë lartë, jo, vetëm në shtëpi.